Maturantët e shkollës së mesme Nersek kanë festuar mbrëmjen e maturës, duke shënuar përfundimin e një etape të rëndësishme të jetës së tyre shkollore. Të veshur me elegancë, ata parakaluan në qendër të qytetit, mes duartrokitjeve të familjarëve, miqve dhe qytetarëve, në një atmosferë festive dhe plot emocione. Për të rinjt, kjo mbrëmje ishte një moment i veçantë për të ndarë emocionet e përfundimit të gjimnazit dhe për të kujtuar vitet e kaluara në bankat e shkollës. Ata shprehën optimizëm për rrugtimin e ri që i pret në universitet dhe në jetën profesionale. Këto 3 vite kanë qenë shumë të bukura për mua, kanë qenë edhe sfiduese gjithashtu edhe të lodhshme, por ama ja ka vlerëtur. Mundi kemi kaluar shumë bukur me shoqërinë, me mësuesit. Ato provimet ishin pak në fund, por ama sot ja ku jemi, po kalojmë bukur. Do shta ne me këta që jemi duke u takuar sot, përse nuk do shihemi më asnjëherë në jetën tonë, por jemi shumë i lumtur dhe jam i gëzuar që jemi gjithë së bashku këtu. Dhe besoj që të kalojmë një kohë të bukur dhe tek mbrëmja, dhe gjithë ato 3 vite të mbajnë shoqërinë që ne kemi krijuar, dhe tani dhe në universitet dhe gjithë jetës tonë. Mes urimeve, fotografive dhe atmosferës festive, mbrëmja e maturës u mbyll me emocionet e një kapitulli që mbaron dhe me shpresat për një të ardhme të suksesshme për maturantët e këtij viti.